Në Belsh, dita e tokës nuk është vetëm një simbolik, por një thirrje për veprim. Aktiviteti organizuar nga Shoqata e Resurseve Gjenetike të Bimeve në drejtimin e profesor doktor Feta Elezit, me mbështetjen e Bashkisë Belsh, mblodhi së bashku të rinj gjimnazist dhe fermer për një qëllim të përbashkët, mbrojtjen e tokës që na jep jetë. Ruajtja e biodiversitetit dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore janë përgjegjësi e përbashkët. Belshi do të vazhdojë të investojë në ndërgjegjësim dhe veprim konkret, sepse ardhmja jonë ndërtohet sot duke mbrojtur tokën tonë. Të nderuar televizionistë, atëherë ne sot ndodhem në sallën e konferencave të Ferhati, ku organizohet një takim për ditën ndërkombëtare të tokës. Në këtë takim janë të ftuar të marrin pjesë kryetari i Bashkisë Belsh, zoti Ari Stafani, fermer nga gjithë zona e Dumres, nxënës të gjimnazit dhe mësues të kësaj, si dhe drejtori i kësaj shkolle. Në të do të diskutohen problemet për tokën, ditë ndërkombëtare të tokës. Atëherë na ndiqni. Shoqata e Resurseve Gjenetike të Bimëve, me qendër në Belsh prej 3 vitesh, organizon sot në ditën ndërkombëtare për tokën këtë takim ku janë ftuar dhe marrin pjesë fermerë, po thuaj nga të gjitha njësitë administrative, marrin pjesë gjithashtu specialistë punojës nga Bashkia e Belshit dhe një falënderim veçantë edhe për nxënësit e gjimnazit tonë Sami Frashëri, mësuesja Vjosa me pjesë, drejtori i gjimnazit dhe të tjerë të ftuar, të gjithë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Një falënderim shumë veçantë kam për pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë të Belshit, zoti Ari Stafani, i cili që në momentin e parë që bëra këtë propozim, shprehu gatishmërinë dhe ka dhënë gjithë mbështetjen që ne të organizojmë për e parë një takim të posaçëm për këtë ditë të shënuar. Menduam, sidomos edhe me, si thosh, me kërkesën ose me propozimin e Koplan, është një njësi pranë Universitetit Polis, dua t'i vëmë ndjeni pjesëmarrësit, se ne kemi pas një bashkëpunim 6 mujor me këtë institucion, i cili na ka përshëndetur një projekt për studimin e 5 liqeneve të Dumres, për cilin në fund të japim një informacion të shkurtër, ishte studimi i parë plotësisht shkencor që u realizua në këto 5 liqene dhe me gjithë dokumentacionin që ka depozitua pranë Bashkisë së Belshit. Në agjendën e sotshme kemi menduar që të bëjmë të dëgjojmë një informacion shkurtër do t'ju paraqes si hyrje. Kemi një përshëndetje nga kryetari i Bashkisë, pastaj eksperti i shumë i njohur i bujqësisë, jo vetëm tashmë në zonën tonë të Belshit, por edhe më gjerë, zoti Shefqet Hysa. Data 22 prill, dita e tokës, është një ditë e veçantë që synon angazhimin e të gjithë njerëzve anë mban botës për të shprehur mirënjohjen shtëpisë sonë të përbashkët të tokës e përhershme e përjetshme. Në këtë ditë secili prej nesh duhet të ndërgjegjësohet se sa e rëndësishme është që ne të kujdesemi për tokën, ta ruajmë e ta mbajmë pastër përgjithmonë. Dita e tokës është një ngjarje dietore që festohet në gjithë botën në 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Nëse nuk mbrojmë tokën, nuk kemi mbrojtur as mjedisin. Dita e tokës për herë të parë është festuar në vitin 1970, ndërsa tani përfshin një ngjarje një ngjarje të ndryshme globalisht nga rrjeti i ditës tokës në më shumë se 193 vende të botës. Në ditën e tokës, 22 prill 2016, Marrëveshja e Parisit u nënshkrua nga rreth 120 vende dhe të tjera më pas.
Ky nënshkrim plotësoi një kërkesë për hyrje në fuqi të traktit historik të mbrojtjes klimës, të miratuar me konsensun e 195 vendeve në konferencën e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike në Paris në vitin 2015. Çfarë është dita e tokës dhe si mund të bëhemi pjesë çdo ditë e mbrojtjes së mjedisit? Homeri, që gjithë dinë kemi dëgjuar, është një nga citimet më interesante, në himnet e tij shkruan: toka është nënë e gjithçkaje, dhe ai e bekonte me fjalët: do t'i këndoj të mirë krijuarës tokë, nënës së të gjithave, më të vjetrës se të gjithë qenieve. Kjo është një ditë simbol në mbar globin e përshtatshme për të menduar për planetin në të cilin jetojmë dhe se si ta shpëtojmë atë e ta mbajmë pastër. Sigurisht ta mbrojmë për çdo ditë. Çdo vit më shumë se 1 miliard njerëz marshojnë në rrugë për mbrojtjen e mjedisit. Festivale, marshime, evente tjera të organizuara në ambientet e jashtme shpesh të mbështeten edhe nga politikanë të rëndësishëm të botës. Por shkencëtarët kanë parashikuar se si mundet ne ta përkujtojmë e duke e festuar ditën e tokës disa forma. E para, e gjithave duke siguruar të kultivojmë dhe prodhojmë ushqimet tona nga toka në mënyrë të sigurt. Së dyti, duhet eliminohet përdorimi i letrës, i plastikeve e tjera që e ndosin tokën. Së treti, duhet të mbjellim vazhdimisht nga IPM secili. Duhet të funksionojë riciklimi i mbetjeve, se mbetje do ketë, dhe duhet shoqëria të investojë në energji e rinovueshme. Duhet të theksojë edhe një gjë të veçantë, që toka mbrohet jo duke e lënë bosh, duke punuar, kultivuar, mbjellur nga fermerët, por edhe nga gjithë të tjerët që kanë mundësi. Një pace, imprentore, intelektual, shkencare, kushdo që tjetë, mund të kontribojë për të ruajtur, përdorur tokën si gjë më e rëndësishme në këtë jetë. Dhe ju falenderit, tani e japem fjalën të kryetarit të parashisë. Përshëndetje të gjithëve. Profesor, faleminderit që në bërë pjesë të organizove këtë takim që për mua duket i rëndësishëm. Sot në ditën e tokës, ne kujtohemi, apo kujtojmë që toka është planeti ku ne jetojmë, është i rëndësishëm, sepse nuk është thjesht vendi ku banojmë, por është shtëpia jonë përbashkët. Dhe është detyra jonë që ta mirëmbajmë, ta përmirësojmë, që edhe t'ja trashëgojmë brezave. Bashkia e Veçit ka vite që punon në këtë drejtim, dhe unë do përmend disa gjëra që ne kemi bërë. Do ta fillojmë me projektin Green Destination, i cili ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe të bujqësisë, dhe Bashkia e Veçit ka kaluar fazën e parë të certifikimit destinacion i gjelbër. Çfarë kemi bërë ne në Ekuadër, pra çfarë është kjo gjëja? Ne jemi fokusuar në energji e pastër diellore dhe juve nxënësit e dini që 2 shkollat e Beqit dhe 2 shkollat tjera si Seferen dhe Dragotit kemi vendosur panelat fotovoltaike. Pra prodhojmë energji nga dielli dhe mbulojmë nevojat e godinave. Përveç shkollave, kemi bërë panelin fotovoltaik të Dumëreja Eco Park. Gjithashtu, projekt tjetër që Beqi, Bashkia, ka vite që ka zbatuar, është ndarja në burim e mbetjeve të riciklueshme. Gjithë dini që në qendër, në qytet, dhe ne po mundohemi të shtrihemi dhe në 35 shatra, bëhet ndarja në burim e kartonit, letrës, dhe këtë vit kemi filluar dhe me plastika. Kemi ndërtuar një pikë të riciklimit këtyre mbetjeve, që janë në fshatin Trojës,
Bashkë me të dhe bëjmë dhe riciklimin e mbetjeve të gjelbërta që janë mbetje të bujqësisë së Belgjit, ku mbetjet e gjelbërta, pra mbetjet që dalin nga kopshtet tuaja, nga prasitjet dhe mbetjet e ullirit, i marrin dhe i kompostojmë duke i kthyer në plek organik në kuadrën zbatimit të projektit të ekonomisë qarkulluese. Çka do të thotë, çdo gjë që prodhon toka duhet t'i rikthehet tokës. Kemi një projekt në zbatim me Klimaxin, një projekt me Bashkimin Evropian, me Brukselin. Në këtë fazë kemi përgatitur strategjinë e riskut të ndryshimeve klimatike, pra projekti është në kuadër të ndryshimeve klimatike dhe produkti final do të jetë strategjia e ndryshimeve klimatike për Bashkimin e Belgjit. Këto janë dokumenta strategjik të rëndësishëm për Bashkimin që në ardhmen e afërt, kur Shqipëria tjetë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe me planin e rritjes që ju e ndonit gjithë këto kohë, ne duhet jemi përgatitur për të aplikuar dhe për të përfituar projekte në drejtim të ndryshimeve klimatike, të mjedisit në përgjithësi. Por duhet të theksojmë që gjithë kjo nuk bëhet vetëm nga institucionet. Duhet bashkëpunim nga gjithë kjo. Pra që nga fermeri në parcelën e vetë tokës, mos i djeg ato mbetjet, ato barishtet, çfarë nxjerr nga koksi, por t'i grumulloj dhe vinë makinat e bashkisë që marrin nga shëmpikën e kompostimit, në ndarjen burim të letrës plastikës, të qelçit e tjera, sepse i kemi marrë masat për të bërë këtë riciklim, dhe shumë veprime tjera. Pra, duhet që secili planetin, secili tokën ta shohë si të ardhmen e vet dhe të brezave që do vinë. Unë nuk po zgjatem më, edhe një faleminderit dhe ju uroj aktivitetit të mbarë. Ju faleminderit zotit kryetar për shëndetjen, po veçanërisht dhe për informacionin shumë të rëndësishëm që na dhatë dhe i strukturuar sipas atij modeli që thash unë kanë përcaktuar shkencëtarët. Ju faleminderit dhe ju urojmë suksese. Sipas filozofëve të mëdhenj, toka është objekti themelor i prodhimit, pa të cilën nuk mund të prodhohet. Por në këto kushte, toka duhet të mbrohet, të ruhet, të mirëmbarë dhe të kultivohet me kulturat bujqësore të tjera. Në ditën e tokës, si që thamë para folsit, janë bërë disa konferenca, janë lidhur pak marrëveshje, me fjalë për të punë për rrugën dhe mbrojtjen e tokës, mbajtjen e pastër, me qëllim që toka të vazhdojë dhe njerëzimit të vazhdojë, domethënë të ushqejë me këtë tokë që kemi, se sipërfaqja e tokës nuk smadrohet. Pse themi duhet të ruhet dhe mirëmarrë toka? Ja themi këtë sepse është dashur miliona vite për të krijuar kjo tokë që ne disponojmë dhe kultivojmë sot. Ajo është krijuar si rezultat i faktorëve klimaterik dhe biologjik. Klimaterik, temperaturat e larta, temperaturat e ulta, ngricat, rreshtet, po dhe mikroorganizmat. Por realisht ka vende ku toka dhe gryhet. Dhe ajo gryhje nuk vjen më, duhen prap miliona vite që të krijohet. Prandaj një detyrë kryesore është mbrojtja e tokës nga gryhjet, duke hapur vija antierozive. Në kohën e komunizmit kishte shumë gryhje. Toka shfryzohej, por kishte shumë gryhje, për arsye se punohej me traktor poshtë lart, traktor stalinesk, vinë rreshtet dhe binin liqen. Nëse do kishim matje eksakte të liqenit Befshit para 100 viteve, 80 viteve, dhe të masim sot mund të ketë mbi 2 metra, 3 metra, mund të ketë aluvione të ardhura nga tokat për rreth. Por sot ka ndryshuar situata, sepse pjesa më e madhe e sipërfaqes tokës në zonën tonë, zonën Dumres, është mbjellë me udhëllim, me vreshta, me fotore, të cilat mbrojnë tokën nga gryhje. Gjithashtu, duhet të them që toka duhet mbajtur dhe pastër.
si do të majtë pasur. Atje ku vem, ku shkojmë që vjelim udhëni, ose bëjmë spërkatje, bëjmë trajtime kimike, i lem ato mbeturinat në udhëniste, në për këto. Ato duhet të eliminohen, të hiqen, mbaroj punë, të hiqen gjitha ato mbeturina, sepse ata përbëjnë një bazë për prisjen e ekuilibrit të bimëve. Qa do të themi për tokën? Toka duhet mirë marrë, duhet shfrytëzohet, të pastron marrë pasër dhe të shfrytëzohet me kultura bujqësore. Ju faleminderit. Duke qenë se kemi ftuar këtu nga gjimnazi Sami Frashki i Peshit, drejtori, mësuesja e biologjisë, janë dhe një grup nxënësish, dëshiroj të jap fjalën mësuese e Vjollcës si një dritare shumë e rëndësishme biologjia. Si që ta dhe ju dhëmi ku ne jetojmë, ku marrim frym, ku pim ujë, por është detyrë shumë e rëndësishme që ne ta ruajmë. Dhe një nga detyrat për shembull që ne mund bëjmë është shpërëzimi, mbrojtja nga erozioni, me ndihmën sa do pak që ne mund t'japim, dhe mund të jetë një biles shumë e madhe për mbrojtjen e tokës. Nxënësit tanë, fakt në mënyrë të drejtë për drejtë, duke gjetur temën vetë, zgjedhjen tematika për projekte, që kanë të bëjnë me çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e tokës, me injektim që ne kemi në sipërfaqen e tokës, nga produktet të ndryshme që prodhohen nga bimësia e kësaj sipërfaqe të tokës të mesme. Dhe rrugë tjetër që mund të duajmë është sensibilizimi. Herë pas here bëjmë veprimtari dhe proposta pa të veçanta, që kanë të bëjnë me mbajtje, me pastërtim, me mbjelljen e pemëve, kështu. Sigurisht këto detyra nuk ndalen asnjëherë, këto do të vazhdojnë në tatën dhe ky projekt, ky takim fakt ndihmon. Bashkëpunimi është gjithmonë mirë pritur me ne. Faleminderit. Faleminderit juve. Në këtë ditë të veçantë, me emër të shoqatës tonë, të ndajmë një certifikat mirënjohje për disa persona, por mos na keq kuptoni se pak informacion kemi pas që mund të ketë shumë të tjerë që janë të dalluar në përkushtimin e tyre për punën në bujqësi, lektori, dekari e tjera dhe mund ta korrigjojmë në proces. Ma shërbruesh më shumë edhe më shpejt, por nuk bashkëpunuam shumë për informacionin. Atere, kjo është një certifikat mirënjohje Zotit Mariklem Kullolli. Në rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, ju falenderoj për përkushtimin tuaj, për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore nëpërmjet tokës në kultivimit dhe sukses të ditëve bujqësore. Belsh 22 prill 2026 është me thirrje në rrugë Zonjës Vjollca Muaj, mësuese biologjie e gjimnazit Faleminderit. Në rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, ju falenderojmë për kushtimin tuaj për edukimin e trive në njohjen dhe përmirësimin e biodiversitetit si faktor kryesor për ruajtjen e tokës. Zotit Florian Pepa, në rastin e ditës ndërkombëtare të tokës, ju falenderoj për kushtimin tuaj për vazhdimin e shpendëve dhe kultivimin e sukses bimëve bujqësore. Tashi, për të tjerët, me thënë drejtën për mos bërë gabime, nuk arritëm të saktësojmë. Në 2 minuta një video e shkurtër se si mund apo të kultivojnë. Tani, kjo tokë është në fshatin Ardi, në krajin kemi Paraskës. Më falë, ullja. Në 32 vjetë ka qenë driza shkure, nuk që plugur,
Elvisi mund këtë kalu në herë, mund të di, asë njerë. U morë, u shpënzua, ka kënë tokë visore. Dhe, pra, Shërbjeshja është koleksioni i ardhis, i variteteve të rushi, të perve, e tjera, dhe mund të bëj. E mire shkumla, se janë si vjeqme, se janë bërë si vjeqme. Po si vjetë janë ryshe, janë shumë të mira si vjetë. Të nderuar teleshikus, si që edhe në ndojtëm, sot ishte takimi për ditën ndërkombëtare të tokës, që organizuar shoqata resurseve gjenetike. Atëherë faleminderit për vëmendjen, mirë u takoshim në emisione tjera.